Ish të burgosurit politik tashmë të ndarë në dy kampe janë të vendosur të kërkojnë me do e mos plotësimin e kërkesave të tyre nga ana e qeverisë. Ditën e 25 shtatorit, një pjesë e shoqatës së ish të burgosurve politik priten të futen në protestë, ku sipas kreut të kësaj shoqate Skënder Tufa, kjo grevë ka si qëllim të dëmtojë gjendjen aktuale të burgosurve politik, pasi 21 vitesh që janë shpallur të pafajshëm nga greva e parë uris e shpallur në shtator të vitit 1991. Greva uris e shoqatës të burgosurve politik të Shqipërisë fillon në datën 25 shtator ditën e martë në oborrin e shoqatës dhe ka për qëllim të dëshmojë gjendjen aktuale të burgosurve politik dhe pas 21 vjetësh që janë shpallur të pafajshëm nga greva e parë e uris shtator 1991. Njëkohësisht të vërë në pa mashtrimet abuzuese e denigruese që ka bërë politika me ta gjatë kësaj periudhe. Por nga ana tjetër, një grup tjetër të burgosurisht tashmë në ditën e tretë të grevës së uris kanë zbardhur edhe mëngjesin e kësaj të hënë në qiell të hapur. Edhe ata janë të vendosur deri në fund të shkojnë kësaj greve deri në dëmshpërblimin e viteve të dënimit. Duam dinjitetin tonë edhe të drejtat e njeriut. Rish pa bukë, vetëm me ujë, e të rish në ambient të hapur, vetë kuptohet që neve kemi vështirësi. Ne jemi grumbulluar këtu, të na japin atë borxh që na takon. Kërkojmë që kryeministri t'i bëj thirrje ndërgjegjës vetes vet, të mbledhë parlamentin, të ligjërojë ligjin e të hudhi lekët tona që kanë në përbangat. Mos harroj Sala se do bëhen zgjedhjet më vota nuk më e moja. Nga neve jojer, se me ne o majt Sala, që i kemi dhënë votën. Ne na kalon 40 rrugëve. Pavarësisht ndarjes së tyre në dy fraksione, ish të përndjekurit kanë qëllim të përbashkët përsa i takon kërkesave të tyre. Dy grupimet kërkojnë nga qeveria të kthejnë borxhin që ka qeveria për sakrificën e tyre në burg, dëmshpërblimin e viteve të burgut në vlerë monetare, integrimin e shtresës së ish të përndjekurve, të plotësohen kërkesat e mohuara.